Robert Koch ishte një mjek dhe mikrobiolog gjerman, i cili shpëtoi miliona njerëz përmes punës së tij duke zbuluar shkaqjet e sëmundjeve më të rrezikshme. I lindur më 11 dhjetor 1843 në Clausthal, ai i la një gjurmë të pashlyeshme në shkencën mjekësore, e cila e konsideron Kochin si baban e bakteriologjisë moderne. Një nga arritjet e tij të para të mëdha ishte zbulimi i bakterit të Bacillus anthracis, shkaktari i anthraksit në vitin 1876. Koch vërtetoi se bakteri ishte përgjegjës për këtë sëmundje vdekjeprurse, e cila ishte prova e parë shkencore që lidhte një mikroorganizëm specifik me një sëmundje specifike. Ky moment ishte vendimtar për pranimin e teorisë së mikrobeve të sëmundjes. Ideja se mikroorganizmat shkaktojnë sëmundje, e cila kishte qenë një teori e diskutueshme deri atëherë. Vepra e tij më e famshme erdhi më 24 mars 1882, kur Koch njoftoi zbulimin e bakterit Mycobacterius tuberculosis, shkaktari të tuberkulozit, njëra nga sëmundjet më vdekjeprurse në atë kohë në botë, përgjegjëse për vdekjen e miliona njerëzve. Në vitin 1883, gjatë një ekspedite në Egjipt dhe Indi, Koch identifikoi bakterin Vibrio chalerias si shkaktarin e kolerës. Hulumtimi i tij mbi kolerën ofroi një kuptim më të mirë të përhapjes së sëmundjes përmes ujit të kontaminuar, gjë që çoi në futjen e masave kryesore të shëndetit publik për të kontrolluar epidemitë. Pavarësisht një rivaliteti profesional me shkencëtarin francez Louis Pasteur, Koch punoi pa u lodhur për të çuar përpara kuptimin e sëmundjeve infektive. Në disa qarqe shkencore, veçanërisht ato mjekësore, zbulimet e Pasteur nuk u njohën derisa u vërtetuan më tej nga Koch. Kjo ndodhi pasi Pasteur nuk ishte mjek me profesion, por kimist dhe biolog, dhe puna e tij nganjëherë diskreditohej. Koch ishte themeluesi i institucionit mbretëror prusian për sëmundjet infektive në Berlin, i njohur tani si Instituti Robert Koch, i cili vazhdon të ruajë një rol kyç në shëndetin publik. Puna e tij mbi tuberkulozin i dha atij çmimi Nobel në fiziologji dhe mjekësi në vitin 1905. Koch vdiq në vitin 1910 në Gjermani. Ai shpëtoi miliona njerëz me zbulimin e tij dhe mbahet mend si mjeku më i famshëm i shekullit të 19.